ka siguri në fokus dhe në kuadrën e kësaj ne bëm një test për të parë gatishmërinë, për të parë lëvizjet, po dhe vështirësitë që ju keni. Sinqerisht, unë mund të them fjalët më të mira në mbështetjen tuaj, jeni vërtet heroj me këtë trafik dhe me këto vështirësi që ka, po si ja dilni ti përballoni këtë punë. Atëherë ne kemi shoferat të përgatitur, sidomos trafiku në Tiranë, sidomos në pikun e vet, është shumë i vështirë të lëvizësh, po shoferat tonë janë, domethënë, profesionistë dhe vërtet mundohen që të shkojmë sa më shpejt në vendngjarje. Ne për shembull jemi 6 stacione në Tiranë dhe mundohemi që ta kapim për shembull për 5-6 minuta ta kapim çdo zjarr brenda ataj pjesës që na takon. Është shumë interesante edhe koha. Ne morëm sallën operative, momenti që vjen telefonata. Nga momenti i marrjes telefonatës, nga momenti i daljes, sa është koha reagimit? Koha e shpejtë e daljes. Atëherë, ne e kemi kohën e reagimit nga sinjali që merr salla operative dhe na jep me anën e ziles zjarrit. Ne duhet dalim për 40 sekonda, duhet dalim nga stacioni. 40 sekonda? Duhet dalim. Kurse natën e kemi deri në 1 minutë. Në 1 minutë ne duhet dalim nga stacioni. Dhe unë duhet të raportoj që kam dalë nga stacioni për 1 minutë natën. Dhe pastaj vajtja në vendngjarje është maksimumi për shembull 5-6 minuta, jo më shumë. Sidomos natën e kemi më të lirë punën sepse nuk ka trafik, kurse ditën ka trafik dhe na vështirëson. Si jeni të organizuar, sepse ju nisët nga një zona e njëjore e 21 dhjetorit. Koha e arritjes ishte shumë e shpejtë në raport me trafikun që kishit. Po nëse ka zona më të thella, më të largëta, ka një shpërndarje të makinave të shërbimit zjarfikës apo është qendrore? Po. Ne në për shembull stacioni jonë është ka vetëm pjesën e Unazës Tiranës. Brenda Unazës. Kurse stacionet e tjera i kanë të ndara me zona. Dhe ne jemi 6 stacione. Dhe të gjithë, reagojnë në sa më shpejt. Pastaj kur ka nevojë që zjarri ka me përmasa na thërresin dhe stacionet e tjera të shkojnë për ndihmë. Emisioni ka vetëm një qëllim. E para ta informoj publikun lidhur me ato vështirësi dhe me atë lloj profesionalizmi që ju keni, por gjithsesi dhe për vështirësitë që keni, sepse nëse ne nuk bëhemi transparent për vështirësitë, patjetër ne kërkojmë t'i korrigjojmë dhe t'i sistemojmë që të shkojnë në drejtim të një shërbimi modern, të mirë paguar, të trajtuar, të trajnuar etj. A jeni të kënaqur me pagat? Jo. Njeriu nuk jo zjarfiksi, po njeriu në përgjithësi nuk kënaqet asnjëherë me pagë. Jo, nuk është çështje e kënaqësie, është çështje e vështirësisë në raport me atë që ju bëni dhe me atë që sot kërkohet që t'jeni zjarri është kryesorja në këtë vend. Tërmeti, fatkeqësi natyrore, por dhe përmbytjet. Atëherë të them edhe diçka tjetër. Në përgjithësi, kur trajtohet puna e zjarfikës, thonë që keni punë të vështirë, duhet keni trajtim të mirë, po kur është puna për të trajtuar, faktikisht ne nuk marrim atë që meritojnë. Makinat janë të mira, ka nevojë për përmirësim të teknologjisë? Makinat nuk me gishtat e dorës janë të mira. Të kujt viteve janë kryesisht? Të ndryshme, duke filluar që nga 75-a, që nga viti 1975 e më radhë. Ja, kjo makinë që kemi këtu ne, kjo është makina më e mirë. Më e mirë, e kujt viti kjo? Kjo është 2011-s. 2011-s. Po, trajnime bëni her pas here? Ne në stacionin e qendrës gjithmonë jemi, domethënë kemi orar dhe primesh dhe trajnim për ditë. Domethënë unë në drejtimin tim gjithë stafin i bëjnë trajnim, domethënë edhe militar, shtrirë formacionesh, duke vendosur aparatet, për shembull kërkim shpëtimit, domethënë këto në drejtimin tim ja u bë gjithë efektivit, domethënë e kemi të programuar. Përveç vështirësive që ka për rrugët që janë me trafik të tillë, që e pam bashkarisht në ishim në automjet. Dhe nuk ka korsi emergjence që është për shërbim zjarfikës, për ambulancat, për policinë e shtetit e tjerë, por si ja bënit për ndërtimet e larta, Tirana është ngritur shumë vertikalisht. Dhe rrugët janë ngushta për të hyrë me automjet. Ky është problemi vetë, jo vetëm ndërtimet e larta, por edhe parkimet nëntoksore, që janë -1, -2, -3. Kur bin zjarre në këto raste, ne kemi shumë të vështirë dhe zjarret janë nga më të vështira. Sepse përveç tymit, temperaturës, mbushet dhe ambientet e pallatit mbushen me tym, lozë,
dhe banorët të alarmuar kërkojnë ndihmë. Atëherë ne shkojmë disa stacione sepse kërkon domethënë shumë personel zjarr fiks që të vim, duhet të evakuohen njerëzit, duhet të vendosen autoshkalla, duhet luftohet zjarri sepse edhe zjarri në katet minus do shumë njerëz të ashtu sepse mund të ndrohen zjarr fiksat, futen dy, kalojnë me radhë. E kemi domethënë janë problematik këto. Katet e larta ne kemi një autoshkallë e cila është 54 metra. Por si hapet ajo? Ka distanca për të hapur? Ajo është 6 metro me 12. Kështu që e kemi të vështirë këtu në Tiranë me përdor. E kemi të vështirë me përdor. Pra deri në çfarë lartësie mund shkosh? Ne maksimumi? Ne tani shkojmë me një autoshkallë që kemi në përdorim, domethënë ajo është tipi vjetër, shkojmë 32 metra, domethënë. Po 32 metra dhe tubat e ujit shkon, fuqia e ujit të jetë në eficiencë? Nuk është puna që të hedhë ujë, se nuk mund ta hedhësh ujin, ne duhet të futesh në ndërtesë brenda, se uji hedh ajo ujin në lartësi, mund ta hedh 30 metra në lartësi. Po është puna se duhet të futesh në ndërtesë. Pra, në me shkallët të hynë në brendësi të objektit. Po, duhet të hynë në brendësi të objektit. I keni mjetet e mbrojtjes të paktën personale, se shumë e rëndësishme jeta juaj, përveç jetës qytetare që patjetër të shkoni për t'i dhënë ndihmën e tuaj. Atëherë ne këtu në stacionin e qendrës jemi munduar ta mbajmë, po sigurisht me ndihmë dhe nuk kemi marrë domethënë gjë kështu që ti ketë bler shteti, për shembull aparatet, uniformat ose ato pajisjet metalprerse, kemi domethënë të nevojshme këto dhe nuk i kemi domethënë 100%. Jo të gjithë domethënë jo të gjithë stacionet i ka. Po lidhur përveç zjarreve në apartamente, në qendrat komerciale keni vështirësi? Në qendrat komerciale zakonisht qendrat komerciale kanë marrë masat e mbrojtjes nga zjarri vetë. Dhe ne kemi, për shembull, kam pas raste që kemi vepruar me hidrantet e tyre, me fiksat e tyre, domethënë nëse kemi kapur zjarrin shpejt. Ka pas raste të tilla që kemi kapur zjarrin shpejt dhe kemi vepruar me ato pajisje të qendrave. Se nëse përdorim këto pajisjet tona, për shembull, ato qendrat janë domethënë shumë lart, bile ajo është më e thekshme përdorimi atyre pajisjeve që ka vetë qendra. Sepse është më afër, vepron më shpejt. Sa vite kem polizinë? Unë është viti 43. 43, pra 43 vite kontribute i jetë të dhënë në rinin tënde këtij shërbimi. Po. Kush janë momentet më të bukura dhe më të vështira? Atëre, më të bukura nga ana sidomosht kur është falënderimi qytetarëve ose kur bëj ndonjë veprim që kam, se unë kaq vite sa më ka rënë rasti kush e di sa herë që kam shpëtuar jetë njerëzish. Jetë fëmijësh, të moshuarësh, domethënë kam xherr nga banesa, kam xherr nga zjarri, nga tymi. Dhe kur për shembull kam pas shumë raste që kanë ardhur në stacion, domethënë familjarët ose vetë ai që e kam shpëtuar dhe kam marrë falënderimi. Ky është rasti, domethënë gjëja më e bukur që më ndodh, domethënë gjatë shërbimit. Por pastaj për të vështirë ka pas raste sa më të duar vështira që vërtet kanë qenë zjarre me përmasa të mëdha dhe atëre momentet më të vështira. Kam pas një rast vërtet për të moment vështirë, ka rënë një zjarr mbrapa 15 kaçit, dhe në katin e 7 ishin 4 banorë që ishin domethënë në mes të tymit dhe të blozës. Dhe zjarri ishte në -1, diqeshin një automjet. Në ashensor ishte blokuar një qytetar, në moshë të re, 24 vjeç mund të ishte. Dhe banorët poshtë më thoshin që është bllokuar dhe është gjallë, sepse ai fliste në telefon, komunikon në telefon. Unë bashkë me një shokun tim disa herë kemi ndëruar aparatet sepse nuk e gjenim në çfarë kati kishte ngel ashensori. Jemi munduar dhe kur e kam nxjerr atë personi që e kam nxjerr poshtë gjallë, atëherë nuk ka pasur domethënë edhe vështirësia ime, domethënë që u lodha dhe sakrifikova, gjitha u xheruan, vetëm nga kënaqësia që e xora gjallë. Çfarë do t'i thonit brezit të ri që të vinë në shërbim, përse duhet të vinë të rinjt në shërbimin zjarfik? Atëherë, unë zakonisht
unë marr pjesë edhe shumë në trajnimin e zjarfikësave të rinj. Ju them, kur vinë në punë, ju them që tani ju po vini se doni një vend pune apo vini se e doni vërtet këtë shërbim. Dhe në qoftë se ju vini për një vend pune dhe të vini të rini, domethënë, atëherë kot që vini në të shërbim, se ai është vërtet shërbim që është human, është i vështirë dhe nuk bëhet duke ndendur, po bëhet duke bërë stërvitje, duke u përgatitur që ti vish në ndihmë qytetarit ose për atë punë që ka ardhur. Si bëhet zjarfiks? Zjarfiks këtu kemi tani mbasi pranohen, domethënë, dalin vendet bosh që mund të ketë reparti, merren disa ata që kanë bërë shpallen, domethënë, vakancat, vinë zjarfiksat, e cilët ka një kriter deri në moshën 30 vjeç duhet të jetë me shkollë të mesme dhe mbasi bëhen një testim psikologjik dhe fizik, pranohen. Dhe pastaj më vonë ata kalojnë në një kurs 2 javësh. Pra nuk ka shkollë. Nuk ka shkollë. Nuk ka shkollë. Vetëm kurs. Pra për të bërë zjarfiks duhet dëshira, pasioni, duhet të jesh 9-30 vjeç dhe të bësh një kurs, sepse nuk ka shkollë mirëfill për të bërë zjarfikës, për të marrë një diplomë dhe për të certifikuar si shërbim zjarfikës. Jo, tani për tani nuk ka shkollë. Vetëm kritere pranimit dhe kurs, domethënë zjarfikës. Urimi juaj për shqiptarët për festat e fundvitit dhe çfarë duhet të kenë kujdes se mos ndodh? Atëre urimi për shqiptarët unë i uroj që sidomos të kenë kujdes tani në prag festash, sepse shqiptarët e lëshojnë çik atë vëmendjen nga përdorimi i pajisjeve, bomblave të gazit e me radhë dhe sidomos në këto raste në ditë festash fundviti ne kemi probleme. Shërbimi zjarfiks rri, domethënë, në lëvizje në Tiranë gjithë natën e vitit të ri. Ju them shqiptarëve që kujdes nga zjarri, se njerë ndodh ajo, dhe ta kalojmë në fund vitin sa më gëzuar. Ky është urimi që një zjarfiks komandant prej 40 sa vite shërben në këtë armë, në këtë shërbim dhe në këtë mundësi që sa herë ka zjarre ato gjenden, është një urim për gjithë ju. Por para se ta mbyllim do të dëshiroja të ftoja dhe të intervistoja dhe drejtuesin e mjeteve. Drejtuesin e mjetit ishte vërtet një hero në mënyrën se si ai pati mundësinë ta drejtojë mjetin në atë trafik dhe ato vështirësi. Faleminderit shumë. Në kuadrin e misionit Alo Policia, siguria në fokus, sigurisht që dhe shërbimi i zjarfikës ka një peshë dhe një rëndësi shumë të veçantë, sepse ai që përballemi si ndihmë ashtu dhe në verë janë zjarret. Ju jeni drejtues mjeti, emri juaj lutem? Drejtani Ezaj. Sa vite ke që drejton një automjet zjarfikës? Kam 17 vite që jam drejtues mjeti. Pa shputje fare, domethënë. Shkon pash mënyrën se si ju e drejtonit mjetin në një trafik tepër të rënduar qytetit, në një orar që ka trafik dhe në zonat më të trafikuara, siç është 21 dhjetori, zona e Tiranës së Re, po Tirana kështu është e gjitha. Si arrini? Është eksperjenca, është aftësia, është përgatitja, stërvitja, si arrini të drejtoni automjetin, se njerëzit thonë, por mezi po vjen zjarfiksja, mezi kemi kohë që kemi njoftuar. Tani ajo është problemi kryesor, me thënë drejtën, trafiku i Tiranës, sepse unë si drejtues mjeti tu të shkoj sa më shpejt në vendngjarje. Shkoj edhe sigur, domethënë që efektive që ka makinë, domethënë që mos kemi probleme gjatë rrugës, sepse mund ndodhin aksidente, lloj gjëra, as ke parasysh. Po detyrimi ime si drejtues mjeti është që të shkoj sa më shpejt vendin e ngjarjes, sepse koha ndikon shumë keni. Një pyetje që duhet e kisha bërë dhe komandantit. Në rastet kur ti gërvish një makinë për shkak të tentativës për shku, kush paguan? Ose nëse ti përplas një makinë, kush paguan? Atëherë makinat janë siguruara, ke parasysh, pastaj ngel fajtori. Po kesh fajtor mund ta paguaj edhe vet. Jo. Po si rregull është kompania sigurimeve që i mbulon këta. Po deri më sot s'kam pas, domethënë probleme që mund ta kemë provoj kështu. Urojmë që të mos kemi probleme, por nuk do të jetë vetëm kompania e sigurimit, por do të jetë dhe baza ligjore, e cila mjetet e policisë, shërbimi i zjarfikës dhe ata ambulancave duhet të gjejë mënyrën e mbrojtjes, jo vetëm thjesht presim nga siguracioni. Po, janë me siguracionin, me gjitha sigurojmë jetë kemi edhe vet. Urimi juaj për shqiptarët për vitin e ri? Urimi im për gjithë shqiptarët, tuaj festat sa më gëzime, harmoninë familje, edhe të kenë shëndet.
Një urim i tillë do të shkojë jo vetëm nga punojësit e shërbimit gjerfikës për qytetarët, por dhe nga vetë qytetarët për gjithë ata punonjës të shërbimit gjerfikës, të cilët në verë përballen me vështirësi me zjarret në pyje dhe gjatë dimrit patjetër përballen me zjarret kudo që janë me këta vështirësi që kanë. Urime edhe për ju. Faleminderit, gëzuar edhe ju vitin e që vjen, inshallah me të mia gjithmonë. Edhe qeveria dhe më thonë, shikoj pak nga ana e shërbimit gjerfikës, sepse me thënë të drejtën nuk jemi dhe aq mirës. Ky është urimi më i mirë, po njëkohësisht do të tërheqë vëmendjes. Neve jemi në punë si verë, si dimër, si në përzjarre, si për ditën e vitit 3, natën e vitit 3 ne jemi në punë. Pra nuk jeni të kënaqur me pagesën në raport me punën që bëni? Nuk jemi të kënaqur me thënë, edhe nuk kemi Knaqësia para. nuk vjen sa lek merr, o sa meriton ky lloj shërbimi. Ky shërbim meriton shumë. Atëherë me fjalën shumë, patjetër që i takon qeverisë shqiptare, në kuadrin e gjithë atyre strategjive që ka, për masat e mbrojtjes nga zjarri, duhet mendojmë rreth parë dhe për ata njerëz, për burimet njerëzore, për sakrificat dhe vështirësitë që ato kanë. Faleminderit. Qytetarët her pas here thonë që shërbimi i gjerfikës vjen me vonesë. Çfarë do t'i thoni qytetarëve që të dinë gjën reale? Atëre, qytetarët e di se kur i digjet prona ose kur kaq, domethënë keq shikon, e di që edhe minuti i duket orë. Por ta dinë që shërbimi zjarfiks me këto mundësi që ka, me këta njerëz që ka, mundohet që t'i bëj punët në mënyrë të përkryer. Domethënë aq shpejt shkon në vendngjarje, veprimet i bëhen në mënyrë profesionale, të gjitha gjërat. Mundohemi t'i bëjmë, domethënë perfekt. Aq sa kemi mundësi, sepse domethënë me këto pajisje që kemi, ndoshta ka mundësi ndonjëherë që për punë shkallë, për shembull, jashtë bllokuar rruga, po pse se erdhi shpejt shërbimi i gjerfikës? Po patjetër të vlerësojnë, ta vlerësojnë qytetarët, na vlerësojnë. Dëgjoj, kam edhe një diçka tjetër. Nga qytetarët, domethënë gjatë kohës që ne shkojmë në vendngjarje, na respektojnë, me sa shohën, domethënë kur dëgjojnë sirenën e zjarfikës, rruga na hapet. Por ne thash e kemi problem në parkimet për shembull, ose trafiku kur është shumë i madh. Edhe policia, pse të them, edhe policia na ndihmon, domethënë duke na në për. Ato çfarë pash bashkë me ju ishte që punojësi i policisë në ato pikëzime njoftonte hapjen e rrugës, ndihmonte shërbimin, kryente detyrat e tij funksionale, por edhe qytetarët me ato vështirësi hapnin rrugën në mundësinë më të mirë të mundshme, sepse e kuptoni që po shkon drejt një prone, drejt një jete, drejt një fatkeqësie. Edhe një gjë tjetër do të them qytetarëve, kujdes kur parkoni makinat natën. Sepse kur hym ne, kur na bin zjarr, sidomos digjet një apartament ose një automjet dhe ka shumë rrugë të Tiranës që parkojnë shumë keq dhe mezi futet një automjet, një veturë dhe jo mua për shembull më ka rasti nuk jam afruar vendit zjarrit, kam shtri 150 metra tub për të shkuar në zjarr. 150 metra. Rasti konkret kam qenë ke tregu Çam. Aty digjesh një shtëpi banimi në katin e 4, automjetit ishin parkuar keq, rrugët ishin të ngushta, nuk detyruam të shtrinim 150 metra. 150 metra tub. 150 metra që të shkonim deri në apartament në katin e 4. Sepse nuk afroheshin dot makina më shumë. Problemi shtrohet për Tiranën tërësi, për infrastrukturën, për parkimet, për parkimin rëndoksore, sepse këto do të ndihmojnë për të pasur një qytet më funksional, më të aksesueshëm, por edhe për shërbimet tuaja, të policisë dhe të shërbimit të ambulancave. Unë e di që qytetarët kanë vështirësi në parkime, por të paktën ta kenë atë ndërgjegjen që shiko se këtu unë vërtet po e parkoj këtë makinë, po nesër pas nesër mund të digje shtëpia vet, atë automjeti vet. Unë s'kaloj dot fare. Sidomos natën ne kemi shumë problem kur parkojmë. E le qytetari makinën aty dhe ikën, shkon në shtëpi.